Atletik Klub Shkodra është nisur drejt Italisë për të marrë pjesë në turneun ndërkombëtar të Roveretos, një nga aktivitetet më të rëndësishme për moshat. 5 ekipe të klubit shkodran do të jenë pjesë të këtij kompeticioni tradicional. Para nisjes, drejtori Elis Legata u shpreh se objektivi mbetet i njëjti si çdo vit, paraqitje dinjitoze dhe rezultate pozitive për ekipet. Këtë vit përfaqësohemi me 5 ekipe. Rituali çdovishëm, eksperjenca të reja, normalisht na pëlqen si aktivitet sepse është një nga aktivitetet më të bukura në Europë. Marrim pjesë me 5 skuadra, 2 skuadra U11 A dhe B, 2 skuadra U13 A dhe B dhe 1 skuadër U15. Në total jemi rreth 60 fëmijë. Them drejtën, kemi bën një risi ndryshim me vitet e tjera sepse një pjesë të moshave të vogla i kemi transportuar me avion. Them drejtën, për ne fillimisht ishin trofet, po duke kuptuar vitet në vazhdim, e rëndësishme është një eksperiencë tepër e mirë për fëmijët, që fëmijët socializohen sepse fëmijët kanë më majt mend gjatë në ëndrat e tyre që kanë marrë pjesë në një turne të tillë. Sidomos do ishte luks, edhe do ishte kënaqësi tepër e madhe po do ktheheshim në një turne, me një trofe falni, sepse është krejt sakrifica e këtyre fëmijëve që kanë bërë gjatë tan vitit, edhe një trofe do ja bëhet udhtimin edhe më të thjeshtë. Në të njëjtën linjë ishte edhe kapiteni i ekipit U15 Siar Hoxhaj, i cili theksoi se skuadra synon të jap maksimumin në fushë dhe pse jo, të rikthehet me trofe nga ky turne. Shumë i kënaqur, është viti i 4 si marr pjesë në individ, është një eksperiencë e re. Edhe shpresojmë që të kthehena me trofe. Objektivi është bën një paraqitje sa më të mirë, më ne shohim edhe e cërinë si më të bëjmë atje parë, shpresojmë në një trofe. Ky është viti i 16 radhazi që Atletik Klub Shkodra merr pjesë në turneun e Roveretos, teksa edicioni i vjetshëm është i 37-ti. Në këtë kompeticion marrin pjesë ekipe nga vende të ndryshme si Italia, Gjermania, Çekia, Holanda, Austria, Serbia, Kuvajti, Singapori dhe shumë shtete të tjera.